të vijoj normalisht punimet. Shoqata jonë sportive nuk është thjesht një grup njerëzish që ndajnë pasionin për sportin. Ajo është një familje, një bashkësi që rritet dhe përparon falë përkushtimit dhe energjisë së secilit për jush. Gjatë vitet që lam pas kemi përballuar sfida, kemi arritur suksese dhe kemi hedhur hapa të rëndësishëm përpara. Kemi rritur pjesëmarrjen e të rinjve, kemi organizuar aktivitete të vlefshme dhe kemi forcuar imazhin e vlerat tona në komunitet. Për këtë dua t'ju falenderoj të gjithëve një nga një. Dua para se gjithash t'ju shpreh falenderimin tim më të sinqert dhe mirënjohje e thellë për besimin që më keni dhënë sot duke më rizgjedhur kryetar të shoqatës rajonale të futbollit Durrës për një mandat 4 vjeçar. Ky besim nuk është thjesht një vlerësim personal, por një vlerësim për punën e përbashkët, për përkushtimin dhe për përpjekjet që kemi bërë së bashku gjatë viteve të fundit për zhvillimin e futbollit në rajonin